Pritje e gjatë që fëmijët të lënë shkollën për të parë filma. Filma shqiptar nga Kosova për nxënësit e klasës së 5 të Gjon Buzukut. Disa pyetje që është Kosova dhe çfarë gjuhë flasin banorët e saj, pa të shfaqen pastaj 3 filma të shkurtër të autorëve të rinj, animacion dhe drama artistike. Filmat kosovar në përgjithësi janë tepër dramatik, por munduam të përzidhin tituj që kanë në fund edhe mesazhe shprese. Japin përcjellin një mesazh shprese gjithsesi. Fëmijët është vështirë t'i presin që në fillim shumë entuziast filmat që shfaqen në arkivin e filmit, sepse ne shfaqim vetëm filma shqiptar, duke qenë se ata kanë një gamë shumë të gjerë filmash vizatimor ose filmash për fëmijë, produksione të huaja që të mund të konsumojnë. Megjithatë ne përpiqemi që kulturën shqiptare, kulturën e filmit shqiptar t'ia transmetojmë edhe fëmijëve. Pak zhgënjim kur ndjekin historinë e një krimbi aventurier të qarkulloi nga zemra e mollës së kuqe në katakombet e qytetit, në filmin e Mentor Berishës. Do donin më mirë njeriu me rimang. Nuk ju pëlqen mungesa e fjalëve tek filmi i erë i Besim Uxmailit, një metaforë e inkuizicionit e xhiruar bukur. Fëmijët komentojnë portretet dhe arrin të dallojnë një trajtim që i bëhet jo shumë qartë idesë së parajsës. Është seria e parë e filmave nga Kosova e parashikuar në kalendarin e përbashkët kulturor. Në pranverë diçka më shumë. Ku do të shfaqim 4 filma kosovar, mes tyre edhe titujt të prodhuar para viteve 90 nga Kosova Film, por edhe filma të rinj, tituj të rinj. Janë në plan për të ftuar regjisorët kosovar, titujt e cilëve do të përzidhen dhe për të folur në mënyrë interaktive me audiencën shqiptare. Më pas, në muajin nëntor, duke qenë se është edhe përvjetori i shtetit shqiptar, do të shfaqet java e filmit shqiptar në qytetet kosovare. Që fëmijët dhe të rinj ta ndjekin në vazhdim kineman shqiptare të Kosovës, sado e diskutueshme vlera e saj, arkivit dhe institucioneve ju mbetet të gjejnë mënyrën që ata ta njohin një herë këtë vlerë.